Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të vi me një recetë tjetër e cila është tranguj tushit peke. Dhe është video e fundit për këtë vit e zjarreteve të dimrit që unë kam përgatitur për këtë sezon dimri. Si fillim do t'i laj tranguj mirë sepse nxjerrin një rrëz të jepur. Unë i kam larë shumë deri sa ato nuk më nxorën në atë rërëlimët. Në lavaman që duket normal. E kam përfunduar edhe larjen e trangujve, tani filloj të demonstroj recetën sipas mënyrës sime. Trangujt i kemi, përbërësit i kemi para, dhe tani jemi gati të fillojmë recetën. Dhe për mua, kjo është periudha më e mirë për të përgatitur turshit. Fillojmë ta përgatisim recetën. Si fillim, do të shpojmë trangujt me një pirua në 2-3 vende. Ju edhe mund të mos i bëni në këtë mënyrë, mund t'i prisni ke maja dhe në fund nuk ka rëndësi fare. Mua më duket se kur marinimi i turshive bëhet më mirë në këtë mënyrë si për përgatisjen. Kështu do të vazhdojmë derisa vazua të mbushet plotësisht me trang. Siç e dim, turshit kanë probiotik shumë të mirë për organizmin tonë. Kanë vitaminën K dhe pak vitaminë C. Gjithashtu kanë edhe kripra minerale, që janë shumë të rëndësishme për shëndetin tonë. Por është e rëndësishme kur ne turshit i bëjmë vetëm me krip. Unë këtë radhë do t'i përgatis me uthull, dhe në qoftë se ne i përgatisim turshit vetëm me kripe dhe ujë, atëre ajo ka shumë probiotik të mirë për organizmin tonë. I kemi përfunduar edhe mbushjen e vazos dhe tani na kanë ngelur gjithë ato trangujt të tjerë. Unë pjesën tjetër do ta vendos në vazo të vogla sa të marr. Tani fillojmë që të përgatisim shëllirën, duke hedhur gjithë përbërësit ke vazo ku kemi rreshtuar të gjithë trangujt. Si fillim do të hedhim 3 lugë gjelle me krip. Kripa duhet të jetë e trashë. Është krip shumë e mirë për turshit. Mund të përdorni dhe krip të imët, po për mua kripa e imët patjetër që i bën turshit, nuk diskutohet, e bën shëllirën shumë mirë, po kripa, si thon krip guri, kjo është shumë e mirë. Do t'i vendosim 1 lugë çaj me limon tos për të neutralizuar shëllirën. I vendosim dhe 2 lugë çaj me sheqer, të cilën dhe kjo e bën atë ekuilibrin e shijes së shëllirës, të cilën i japin një shije shumë të mirë turshive. Do të vendosim edhe 2 lugë çaj me piper të zikokër. Ju mund t'i vendosni edhe dafin, edhe urdhra. Unë nuk e pëlqej fare në shije. I vendosim 1 gotë ujë me uthull rrushi të bardhë. Dhe tani do t'i hedhim ujë deri sa vazua të marrë ujë. Domethënë derisa të mbulojnë plotësisht trangujt. E mbushëm vazun plotësisht, që dhe trangujt na janë mbuluar. E tullim pak që uji të zbresi poshtë nëpërmjet një piroj, e hapim pak që dhe uji të zbresi sa më poshtë, që të ketë hapësirë, të krijojnë hapësirë ato trangujt. Ja ku i kemi, edhe vazot e vogla e kemi mbushur. Tani do t'i vendosim majdanosin sipër. Siç e kam theksuar gjithmonë, unë i vendos të gjitha llojeve të turshive, i vendos majdanos sipër. Më pëlqen aroma e majdanosit, e bën mirë atë puthitjen dhe trangujt rinë më mirë, kështu që unë i vendos vit për vit sa herë që bëj tranguj. Kështu turshi të ndryshme. E njeshim pak nëpërmjet një luge që t'i vendosim sa më mirë brenda vazos atë majdanosit. Janë shumë të thjeshta për të përgatitur. Është një recetë super e thjeshtë. I fshim pak buzët anësore të vazos, që dhe vendosja e kapakve të bëhet sa më hermetike, sa më mirë. I vendosim kapakun e parë. Këto vazo janë të mrekullueshme, ju kam thënë gjithmonë. I vendosim dhe kapakun kryesor, duke rrotulluar dhe shtruar fort që vazo të pothitet plotësisht. Të ri shumë mirë pjesa e kapakut. Tani
Do i tundim pak, do i rrotullojmë që kripa të lëvizit dhe të shpërndahet në gjithë masën e trangujve. Si që shifni, kripa është në fund aty, e tundim, se ajo gjatë kohës do shkri normalisht, po ne do i vendosim në një kanat, dollapi të errët, ku mos ketë fare kontakt me dritën dhe do e lëmë në qetësi për 8 deri në 10 ditë. Ja ku i kemi gati turshit të përgatitura, tani të presim që të na bëhen. Ja ku i kemi turshit mbas 8 ditësh, turshit janë gati. Duke nga syri që janë bërë super. Tani na ngelet vetë ti provojmë dhe ti shikojmë se si na janë bërë. Ju kam teksuar dhe masa ju lodh me këtë që do i thëmë, vajin e ullirit dhe atë blokuesen e ka vendosur shumë vonë, sepse nuk më gjeteshin. I gjeta faktikisht i nga marrë në Kosovë, vajta në Kosovë, dhe i mora këto blokueset, dhe ja, ku turshiti kemi gati. I kam edhe dhe vajin e ullirit, nuk e kam demonstruar, në video që do bëjmë mod, kismet sotit jemi mirë, do ta demonstroj me vendosjen e vajit të ullirit. Turshit në janë bërë shumë mirë, duke nga syri. Si që dim, turshit në periudhë dimri shoqërohen me fasule, po dhe me gjëndra të ndryshme, me gatime të ndryshme, po ne shqiptar e duam pak ato fasule i shoqëroj me turshit. Shifni sa ngjyrë të bukur që ka marrë. Në qoftë se kjo recet ju ka pëlqyer, atëherë do dëshiroja shumë që ju të abonoheshit në kanalin tim, ku të shtypnin butonin zile dhe të njoftoheshit për të gjitha videot e radhës. Shi sa të bukura që e kanë marrë atë ngjyrën. Janë bërë super. Tani na ngelin vetëm ne t'i shijojmë. I vendosim blokusin sipër përsëri dhe vaj ullirit që kanë nxjerrë, kur në momentin që ne nxorëm tranguj dhe vendosim mbi tranguj që kemi nxjerrë në pjatancë. Vendosim kapakun e parë, i vendosim në të tapur, gjithashtu të vendosim edhe kapakun kryesor. Dhe ja ku i kemi turshit gati. Ju bëf të mirë. Faleminderit shumë që më ndiqni dhe do dëshiroja shumë që të më lini komentin poshtë videos. Miru pafshim dhe miru takofshim në videot e radhës.